vepër e mirë, është një, po them, kombinim fjalësh që përmbajnë vepër edhe përmbajnë mirë. Dyja do të jetë. Po. Andaj, nuk mund tjetë njeriu tjetë vepër mirë që nuk vepron. Në bazë nuk vepron, nuk e vepër mirë. Nuk mund të jetë vepër mirë, nga sa nuk ka vepër. Nuk ka vepër. Dikush mund të thotë, pa, ka dikush që nuk vepron? Jo, ka njerëz që veprojnë, por ata e dinë se me këtë nuk kërkojnë vepër mirë. Për shembull, ne kur themi vepër mirë, do të thotë synojmë që timi rob të Allahut, që me këtë të arrijmë xhenetin, apo? Për këtë po them duhet të ketë vepër, të ketë mirë. Nga se, për shembull, a ka njëri në botë që shpreson me hinë xhenet duke vjedhur? Thotë vjedh në sa të mundi, se kjo është ju ngrit drejt tek Allahu. Ja, dini që po bëj keq. Zotin falt, Allah është falës, ai mund të keq kuptim tek falja, tek keq përdorim, tek kuptimi i rahmetit të Allahut, por ai dëzi që punë e keq është. Nuk mund të jetë një vrasës për shembull, të kupton se ai po vran njerëz, po der gjak pa drejt njerëz në tokë, dhe thotë se me këtë mua Allah më don. Po është një çmendur. Qase njeriu i mend nuk mund ta mendon këtë. Andaj dua të them që ai që synon gradën e qenit rob i Allahut në kuptimin e ngushtë dhe në kuptimin e vlefshëm dhe përmes saj të arrin xhenetin, duhet vepran. Ku janë veprat? Me çfarë synon ti të arrish kënaqësinë e Allahut? Me këtë anë rregull. Pas ke vepra. Kjo është kushti i parë. Kushti i dytë, vjet është klasifikimi. A janë këto të mira a nuk janë të mira? Ti pas ke vepra, ti po munduosh, ti po lodhesh, Allahu të shpërbleft. Mirë, po nuk është tash e mjaftueshme vetëm që ta vlerësojmë vetëm apo punojmë. Unë po bëj. Ja. Ti e ke kry, një kriter e ke përmbush, vepër ke bu. Por tash ka mbet kriteri i dytë, a është kjo e mirë apo nuk është e mirë?